rasti i J.D. Vance-it në darkën e Muniut, që Rama kishte marrë ftesë dhe ju anullua ftesa, pra u përzu si thosh nga darka, për shkak se ky urdhër direkt nga Shtëpia e Bardhë, dhe duke qenë se Rama gjatë një viti ka pas disa kontakte me administratën amerikane në nivel ndërkombëtar për shkak të strukturave ndërkombëtare dhe është refuzuar rregullisht edhe të qaset fizikisht personalisht me Trumpin, dhe vetmja arsye që ne e pam Trump Rama Vjosa Osmani ishte sepse u keq kuptua fjalimi i Ramës nga Trumpi kur tha presidenti i Kosovës është në burg dhe sulmohet. Në fakt Trumpi kujton se presidenti ishte Vjosa, që duhet ishte në burg, dhe s'pa kuptonte çfarë po thuaj se ai ishte aty, dhe ishte thjesht i vetmi grep që pati Rama për të bërë foto pranë me Trumpin. Rama ka prej një viti që investon gjithë kapitalet e veta politike ndërkombëtare në Izrael që të ketë garanci Tel Avivin për të shpëtuar nga Washingtoni, pasi ka qenë në target Washingtonit. Në muajin dhjetor ka qenë një afat 90 ditori përcaktuar për vendet e Ballkanit Lindor, kur Rama ishte në target dhe menjëherë pam spakun se si kishte filluar të vepronte me Berlinë, me Ramën dhe me gjithçka tjetër, e cila gjithë procesi ndaloi. Ndaloi pikërisht sapo do fillonte lufta. Arsyeja pse ndaloi sapo do fillonte lufta është sepse Rama ka ofruar Shqipërinë në Izrael për të qenë Izraeli i ri i shoqërisë hapur në Ballkan. Ky është projekt shumë vjeçar i familjes Soros, i cili në një moment caktuar do aktivizohej. Ju kujtoj shtetin Bektashi, që ishte një projekt i shërbimeve inteligjente izraeli që u hesh për të një vit pasi administrata e refuzoi, dhe vetëm para 4 ditësh na u ngjall pra Babamondi me teorinë e shtetit Bektashi, pikërisht momentin kur Rama ndihet i mbrojtur nga një luftë.